Vrasja e biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin, në prill të vitit 2023, rikthehet në qendër të mediave britanike përmes një investigimi të tabloidit The Sun. Sipas artikullit, plani për ekzekutimin e Nikulajt ishte përgatitur që në vitin 2021, ndërsa për vrasjen e tij janë paguar rreth 1.7 milion pound, shumë që sipas burimeve u përdor edhe për eliminimin e tij. Familja e viktimës shpreh shqetësimin se gjakderdhja mund të mos ketë marrë fund ende, teksa veja Rudina Nikulaj dhe vëllai i biznesmenit bëjnë thirrje për drejtësi dhe për ndalimin e zinxhirit të vrasjeve që ka lënë shumë fëmijë pa baballar. Rudina i drejtohet autoriteteve britanike që të lejojnë ekstradimin e të dyshuarve, përfshirë edhe Edmond Haxhin, të cilët aktualisht janë në pritje për të përballur me ligjin. Ekzekutori i dyshuar portugezi Ruben Saraiva po gjykohet aktualisht në Shqipëri, ndërsa të dyshuarit e tjerë mohojnë përfshirjen dhe kanë apeluar vendimet. Investigimi i The Sun publikon edhe për herë të parë skicën e vizatuar nga një fëmijë që kishte parë Ruben Saraivën pranë vendit të krimit, duke ndihmuar autoritetet në identifikimin e tij. Në Shëngjin, tavolina ku u krye vrasja mban ende tabelën e rezervuar. Vajza e biznesmenit Ambra Nikulaj tregon se kjo është mënyra për të mbajtur gjallë kujtimin e babait, duke i dhënë rëndësi të veçantë vendit ku ai humbi jetën. Një histori tragjike që rikthen në pah tensionet e vjetra ndërfamiljare dhe nevojën për drejtësi.